Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka publikuar transkriptimet e bisedave të zhvilluara në Sky ECC mes Dritan Rexhepit, Altin Hajrit dhe Gentian Funiçit. Në seancën gjyqësore që u mbajt sot për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jani Prengës, SPAK pretendoi se është kryer procesverbal i identifikimit të pinit të përdorur nga Dritan Rexhepi, Gentian Funiçi, Altin Hajri dhe se të tre bisedojnë për zhdukjen e Prengës, ngjarje për të cilën kopshtari Festim Biçdili ndodhet pas hekurave. SPAK pretendon se komunikimet janë sjellë nga Franca, se janë marrë konform rregullave dhe se përbëjnë rëndësi për këtë çështje, por avokati i Biçdilit, Ilir Murati, kërkoi kohë për t'u njohur me provat e reja dhe seanca u shtyp për më 13 maj. Biçdili është i vetmi i dënuar deri tani. Ai është kopshtari i kompleksit Golden në pronësi të Altin Hajrit, por që deri më tani nuk ka treguar se ku ndodhet trupi i Jani Prengës. Prenga u rrëmbye dhe u zhduk si hakmarrje për grabitjen e një ngarkese me mbi 100 kg kokainë në Angli nga vëllai i viktimës, ngarkesë që dyshohet si përket grupit të drejtuar nga Dritan Rexhepi, i cili ndodhet gjithashtu pas hekurave, por ka mohuar çdo lidhje me krimin në fjalë. Altin Hajri është ende në kërkim.